Vetëm një gjethe nga hithra I jep lamë të mirë çdo problemi, ja si ta përdorni. Hithra është të përdorur për shekuj për të lehtësuar simptomat e alergjive. Në vendin tonë përdorim më të shpeshtë e gjejmë tek përfshirja me lakra të egra si mbushje e gatimet të byrekut, por edhe e zjerë në sallata. Ajo të përvëllon në prekjen e parë, po pavarësisht kësaj, hithra është një produkt fantastik që mund t'japë shumë vlera shëndetit tuaj dhe jo vetëm. Hithrat janë përdorur ndër shekujsh për të lehtësuar simptomat e alergjive, veçanërisht ato të shkaktuara nga poleni dhe pluri. Hithra është një produkt fantastik që mund t'japë shumë vlera shëndetit tuaj. Është aq e mirë sa që praktikisht mund të çojë në falimentimin e farmacive. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ajo që duhet të dimë është se në luftën kundër alergjive, të gjitha ilaçet shoqërohen me efekte të shumta anësore, ndërkohë që hithra lufton alergjit, por jo vetëm që nuk ka efekte anësore, por mund t'japë më shumë përfitime se të gjitha produktet të tjera. Por çfarë I ndodh organizmit tuaj kur e përfshini hithrën në dietën tuaj të përgjithshme? Hithra është një bimë mjaft premtuese, e cila mund të lehtësojë problemet të Alzheimerit, artritit, ekzemave, infeksioneve, astmës, problemeve të fshikëzës urinare, bronkitit, gurve në veshka, sklerozës e shumë të tjera. Për më tepër, hithra përdoret për të luftuar zbokthin, për të hequr yndyrën e flokut e të tjera. Në Gjermani, hithra shitet si një bimë medicinale, shumë pasuruese për mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Në Shtetet e Bashkuara, hithra përdoret shumë kundër komplikacioneve që sjell reumatizma, artriti dhe inflamacionet e tyre. Ndaj, nëse doni të përfitoni më shumë nga kjo bimë, përpiquni ta keni pjesë të dietave tuaja. Rrënjët e hithrave përdoren si recetë natyrale për rënien e flokut, ciklin femëror, hemoroidet dhe ekzemat. Por si mund ta përdorni hithrën në dobi të shëndetit tuaj? Mjafton ta zjeni atë në ujë të vluar dhe lëngun e saj mund ta përdorni si një ndihmë të mirë lehtësuese kundër këtyre komplikacioneve. Megjithatë, përpara se ta bëni këtë, duhet të konsultoheni me mjekun tuaj, pasi hithra mund të kundërveprojë me një sër medikamentesh. Është provuar që, nëse jeni duke marrë medikamente për diabetin dhe pini lëngun e hithrës në të njëjtën kohë, do të rriten kështu nivelet e sheqerit në ndjeshëm ose do të ulen ato përtej normës. Prandaj, nëse doni të përdorni hithrën si një trajtim në këto raste, si fillim konsultohuni me ekspertin e shëndetësisë për të bërë përzgjedhjen e duhur. Hithra është një produkt fantastik për të gjithë ata që kanë probleme me shëndetin e lëkurës, duke I dhënë atyre një mbrojtje efektive edhe kundër këtyre komplikacioneve. Kruajtjet, irritimet që zgjasin shumë, mund të lehtësohen me përdorimin e hithrës. Ndaj, nëse doni të rrisni përfitimet e saj në dobi të shëndetit, mos nguroni që ta keni pjesë të pandara të dietave tuaja. Hithra është një bimë fantastike e cila mund t'japë rezultate të qëndrueshme për mbrojtjen e organizmit, gjithashtu edhe në lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ajo është një bimë e cila praktikisht mund të cilësohet si më e mira në llojin e saj. Hithra stimulon sistemin tuaj limfatik, fuqizon sistemin imunitar, çliron nga simptomat e problemeve të artritit, lufton problemet të cilat lidhen me alergjin, ndihmon kundër shenjave të diabetit dhe në menaxhimin e duhur të tyre, duke I dhënë organizmit një zgjedhje më të mirë. Çliron gjithashtu edhe nga simptomat të ndryshme menstruale, të cilat do ta bëjnë gjendjen tuaj më të rënduar. Por përdorimi I hithrës mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese që ndihmon në simptomat menstruale siç janë për shembull fryrja, dhimbjet e barkut dhe komplikacionet të ngjashme. Ajo është një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese kundër problemit të gurve në veshka, ndihmon në uljen e tensionit të lartë të gjakut, ndihmon kundër problemeve respiratore, gjithashtu ndalon edhe problemet e gjakderdhjes të vjedhat dhe problemet nga I ftohti. Hithra është një bimë fantastike, edhe për ata persona të cilët do vuajnë nga diarrea. Ndihmon kundër problemeve gastrointestinale, gjithashtu edhe komplikacioneve të konstipacionit.
Duke u përdorur si larës goje, mbron dhëmbët nga problemet e shumta, ndihmon kundër problemeve të Alzheimerit dhe komplikacioneve të tjera nervore, shkatron krimbat dhe parazitët e zorrve, mbron shëndetin tuaj respirator dhe parandalon komplikacionet e tyre. Ndaj, përdorimet të tilla të hithrës do t'japin rezultate fantastike në dobi të shëndetit, citon Elthisaj. Hithra është provuar të jetë një lehtësues kundër luhatjeve të sheqerit. Në kombinimin e një diete të rregullt dhe parandalimin e komplikacioneve, ajo do të nxjisë një organizëm të shëndetshëm, më të mbrojtur dhe pa ndikuar negativisht në mbrojtjen e vlerave të trupit tuaj. Hithra është një bimë unike me përdorim të larmishëm, duke renditur atë edhe si një nga zgjidhjet më të mira ushqyese. Kjo bimë është unike dhe kur bëhet fjala edhe për pastrimin e organizmit, është njëkohësisht një pastruese shumë e mirë e gjakut në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Ndaj, nëse doni të përfitoni më shumë nga kjo bimë e veçantë, atëherë përdoreni atë si duhet në dietën tuaj. Prej kohësh, hithrat përdoren edhe si ilaç natyral në lehtësimin e komplikacioneve të shëndetit. Qëllimi kryesor i saj ka qenë edhe lehtësimi i dhimbjeve reumatike dhe mavjosjeve. Përveç se për qëllime shëruese, burimet të mira të saj janë edhe në rritjen e vlerave të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Hithrat përmbajnë sasi të konsiderueshme të vitaminës A dhe C, kalciumit, mineraleve të rëndësishme dhe gjithashtu ndihmojnë në shëndetin e kockave dhe të dhëmbëve. Më i nevojshëm është për të vegjëlit gjithashtu edhe në zhvillimin e mirë të nyjeve të tyre. Çaji është efikas kundër dhimbjeve të forta dhe lehtësuesje të kokës, ose edhe për shqetësimet e migrenës, duke i lehtësuar ato në mënyrë më natyrale. Ndaj, nëse doni të përfitoni nga vlerat e hithrave, sigurohuni t'i konsumoni ato në dietën tuaj brenda normave të lejuara. Kështu ndikimet e tyre pozitive do t'jenë vërtet fantastike. Hithra ka veti anti-inflamatore dhe mund të qetësojë dhimbjet e kyçeve, citon Brightside. Hithra është një përdorim shumë i mirë i burimit të proteinave, ndërkohë që përmban sasi të konsiderueshme të vitaminës A, vitaminës B dhe vitaminës C, gjithashtu edhe kalciumit, magnezit, kaliumit dhe zinkut. Hithra është një bimë fantastike e cila mund të jetë një lehtësues shumë i mirë i shqetësimeve tuaja të artritit. Kur vendoset në gishta dhe në zona të tjera të prekura nga artriti, ato mund të qetësojnë dhimbjet deri në 85%, citon studimi. Ndaj, përdorimet e saj mund të jenë një lehtësues shumë i mirë i çështjes tuaj dhe gjithashtu do t'i japin përfitime të duhura në këtë aspekt. Përdorimet të tilla të hithrës do ta kthejnë atë si një nga zgjedhjet më të mira ushqyese kundër këtyre komplikacioneve. Ajo mund të lehtësojë edhe problemet që kanosen nga alergjit. Nëse jeni të lodhur nga alergjit sezonale, studimet kanë treguar se hithra mund të ndihmojë shumë mirë në këtë aspekt, duke ju ndihmuar që ta përballoni më lehtë këtë komplikacion, duke relaksuar edhe shëndetin tuaj. Hithra mund të përdoret për detoksifikim. Duke qenë se ka veti të mira diuretike, hithra është e përgatitur në formën e çajit ose e gatuar, mund të ndihmojë në shkarkimin e ujërave të tepërt. Në këtë mënyrë, veshkat e kanë më të lehtë punën e tyre për të larguar mbetje toksike. Gatimet e lehta me hitër do të ofrojnë një përdorim më të mirë ushqyes për dietën tuaj. Sigurohuni t'i kombinoni si duhet dhe përfitimet që do të merrni do të jenë fantastike. Hithra mund të përdoret gjithashtu edhe kundër variçeve. Duke hedhur 200 ml ujë në një çajnik, shtoni një lugë gjedhe hitër të njom dhe i përzieni dhe i zieni ngadalë. Lëreni çajin të ftohet, kulloni dhe pini 3 herë në ditë përpara vakteve. Kjo recetë mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese. Por nëse doni ta përdorni hithrën si një trajtues të shëndetit tuaj, duhet t'i keni parasysh disa gjëra përpara se ta shtoni atë me patjetër në dietën tuaj. Nëse jeni duke marrë medikamente ose trajtime të caktuara, gjithmonë përpara përdorimit, konsultohuni me specialistin për ta bërë të mundur edhe një zgjedhje më të mirë efikase të saj në dobi të shëndetit. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.